Jeni për një kombëtar apo dy? Unë kisha pas qef më konë një kombëtare, të njëjtën jam konë për një kombëtar, jam tifoz pasionant i Shqipërisë, kështu prej vogël, domethënë kam shku në stadion, kam përcjell ndeshjet vendas vazhdimisht. Futbolli është çështje bjen dashuri njëri me ekipin, edhe thjesht është zër me kalkulu kështu, ç'më thonë me ftoft cili ekip po më pëlqen sot. Për shembull unë Parisin dhe Arsenalin për asnjërin s'jam tifoz, po një dashamirësi me atlete kam për Arsenalin se kurse më kam pëlqyer këto ekipet që kanë shumë pare. Donë më besoj që është kallaj me bo ekip të mirë me pare, ka plot që kanë dështu, po mi pas paret e bën diqysh. Zër është me bo lojt mirë, ekip të mirë, sukses me kushte modeste. Edhe kështu si ekip jam tifoz i Romës, na fitojmë rrallë tituj, po kur të fitojmë gëzohem besoj më shumë se këtë këta tjerë. Edhe me lidhë me politikë, tash Roma u kthy në Champions League mas 8 vjetëve, e po shpresoj që edhe pse do jahen në kuvend mas një kohë që s'ka qenë, edhe që ajo besoj ko me qenë befasia e këtyre zgjedhjeve. Nëse nalësh me pa edhe Roma si ekip ka bukur shumë histori, edhe Partia Social